Titujt kryesor të gazetave e premte 14 prill 2017, Gazeta Panorama. Vendimi në qeveri zbardhet skema e re si do llogariten pensionet. Grushte dhe pistolet në rrugë për Luana Vjollcën zbulojnë SMS të Fancit që e përndiqte prej 4 muajsh. Nishani thret tryezën e partive konfirmon kërcënimin për Bashën. Basha nuk ka zgjedhje me 18 qershor, Rama PD-s na përçan dot. Ambasada e SBA-s kujdes ditën e Pashkëve nga akte terroriste. Provat shullazi në gjyq për 3 gjobvënie. Prokuroria kërkon sekuestrimin e pasurisë së deputetit Peza. Premiera Spiroduni gënjeshtrat me gratë në pushtet. Kush po kërcënon jetën e Lulzim Bashës? E ardhmja nuk mund të jetë banaliteti. Bashkia e Klosit në zemrën e Arbrit. Gazeta Shekulli, miratohen tarifat e sigurimit të makinave, rrëzohet propozimi për vendosjen e çmimeve në bazë të aksidenteve, çmime më të ulta për automjetet sipas kubikut motorik dhe vitit prodhimit. Kokdhima do të rindërtojë të majtën e Shqipërisë, drejtuesi lëvizjes zgjidhja përballë gazetarëve Lubonja, Rakipi dhe Rakipllari. Zgjedhjet në tetor, nuk ka votime pa opozitën. Nikolin Hila investova në blegtori, djali nuk mund ta dërgojë emigrant. Shkarkimi i Danajt zbulojnë shkeljet e votimit në Vlorë. Kryetari i Organizatës Socialiste Elton Lulaj denoncon procedurat akt kamikaz ndaj votës së lirë. Bashkimi me zgjidhja mesazhi se qytetarët nuk do të heshtin. Prokuroria kërkohet sekuestrimi i pasurisë së deputetit PS-s Alfred Peza. Masat e sigurisë skenar për të ekzekutuar kreun e opozitës Lulzim Basha. Prokuroria 9 akuzat për shullazin nga tritolet e gjobvënjet. Biseda aleatët e PD-s Auer na tha futurin në zgjedhje, Berisha kë ta shkarkoi. Gazeta Shqiptare skualifikohen nga luizni strehim në banesat sociale, ligj i ri për strehimin social 30 ditë afat për zhvendosjen nga shtëpia, përfitojnë ndihmë nga shteti familjet, shtëpitë të cilave preken nga investime publike ose private. Rregullat për përfshirje në procesin e strehimit. Përndiqte dhe sulmoi Luanën, më premtoi martesë. Përmbytjet në Shkodër, lista e 9 me të dëmshpërblyerit. Punësimet në Alaskë, ambasada e SBA-ve janë mashtrime. Çelet fushata Rama PD fitoi kur na përçau, por iku ajo kohë. Basha në rrezik, garda pse ashtua masat e sigurisë kryetarit. Praktika e infermierëve UiSH përjashton 51 student, ATP status i çdo prone në Vlorë dhe Sarandë. Çdo të thotë të jesh një martir, kush e kërcënon Lulzim Bashën? Shqiptarja.com, nis fushata, Rama PD, harroje përçarjen e të majtës. Kryeministri deklaron në mitingun me të rinj që votojnë për herë të parë se PD ka fituar vetëm kur socialistët kanë qenë të ndarë, por ajo kohë ka ikur. Dorëzohet PD, Berisha mesazh Bashës, Rama nuk largohet. Izolimi i PD-s, 15 armiq të Çadrës nga Washingtoni në Bruksel. Lajmi orës së fundit, protestuesit e PD-s hedhin tymuset e kryeministria. Pastrimi parave, prokuroria të sekuestrohet pasuria e Alfred Pezës, kërkesa në gjykat, prokuroria, shullazi, organizatori gjobave dhe vendosjes së tritoleve. Panairi në Itali, Bologna në nethet e librit për fëmijë nga letra tek digitalizimi. Bariol Lami, nxënësi i Kolegjit Turgut Ozal, pranohet në Universitetin numër 1 në botë. Drejt punës, Lule Shitsi që nxjerr bukën e gojës mes trishtimit dhe punës. Gazeta Dita, vrasi i Bashës është në Çadër. Kush e shpërndau lajmin se dikush ka dashur të vrasë Lulzim Bashën dhe pse? Doktori ka frikë, 2 foto nga Çadra, a e ka riveshur Berisha i lekun antiplumb? Ç'duhet ditur për kancerin në zorën e trashtë, një bisedë në Dita me një fotograf të veçantë, grushta në rrugë, incident me moderatoren e njohur televizive. Fatos Klosi do vrasin Bashën, trillime për ta faktorizuar. Bedri Islami, oratoria budallaqe e Çadrës kundër perëndimit. Arben Duka, sa parti ka aty ku po ngrihet Republika tjetër? Gazeta Tema, denoncimi i 2 qytetarëve, si po na i vjedh pronat ja marr bër Maltezi. Në PD e humbin durimin me metën, po luan dhe tallet me ne, të bëhemi si Uliksi, s'na duhet. Replikat, qytetari, vetëm ata të Salës mos të fitojnë prapë, se nuk vihet më në Shqipëri. Rama, thuaj kushërimve. Frika nga betingu, vllai Lulzim Bashës jep dorëheqjen, nishani e mban të fshehtë. Editorial nga Merobaze, vrasi i Lulzim Bashës është në Çadër. Spartak Ngjela, prisni kur Berisha e Basha të thonë se SBA e Gjermania duan të pushtojnë Shqipërinë. Ditmir Bushati, kë konsideron të kapur nga mafia Partia Demokratike dhe Lulzim Basha. Lulzim Basha përhap lajmin se duan ta vrasin. Antena brenda familjes, ditari i Megi Pjeshkës, Fevzo ngriti botën në këmbë për Lulin. Rama PD ka fituar vetëm kur e majta ishte e ndarë, iku ajo kohë. Mapo, kërcënimi, nishani pranon atentatin ndaj Bashës, kërkohet destabilizimi i vendit. Replika Lubonja Çili për dosjen Kalare. Çili, Lubonja në krizë ndërgjegje nga denoncimi i babait. Analisti, kultura e manipulimit vazhdon. Rritet numri i rasteve të reja, si ta hetojmë në kohë sëmundjen e kancerit të tiroides, këshilla si të ushqejnë fëmijët të sëmur me veshka. Idrizi, PD ka të drejtën e Zotit për zgjedhjet e lira, jo për qeveri teknike. Gjykatësit, Strasburgu, kandidaturat e Shqipërisë u refuzuan për herë të dytë. Loja e LSI-s me presidentin. Shqipëria e sotme është më e mirë se e djeshmja. Ndryshimi në nenin 449 anullon me procedurë vetingun. Laboratori i drogës val shkarkimesh dhe në policinë e Skraparit. Abedin Nepravishta, themeluesi i Tiranës moderne.
Sot, zbardhen prapaskenat jashtë zyrtari i BE-s kërkoi aleatëve të Bashës të braktisin çadrën, takim një orë me shenjë, me diull dhe dulen për t'i futur në zgjedhje. Kreu Demokrat mobilizon deputetët dhe aleatët nga frika e blerjes prej ndërkombëtarëve, not proteste Brukselit për Eduard Auer. Nishani kundër Bashës për qeverinë teknike, qeverisja e Ramës legjitime, jam gati të negocioj për zgjidhjen e krizës. Ministria e Arsimit tjetër favor universiteteve private ja krediton më gjatë se ato publike, ja kush ka përfituar. Kuvendi jap rrugën kullës gjigante të Dubait në Tiranë, shtyen ligjet për policinë dhe financat e pushtetit vendor. Miratohet vendimi i raundi i parë për presidentin më 19 prill. Rama dhe Meta lënë jashtë negociatave Idrizin. Kërcënohet Lulzim Basha, strukturat e spionazhit paralajmërojnë se mund të vritet si Azem Hajdari. Rama çel fushatën për zgjedhjet e 18 qershorit, i shtrin Metës dorën e bashkëpunimit, akuzon Lulzim Bashën për frikë nga Betingu. Kia refuzon për të dytën herë qeverinë, nuk pranon kandidaturat e Berberit, Muskaj dhe Anastasit për gjykatën e Strasburgut. OSBE sjell në Tiranë 300 vëzhgues për zgjedhjet, tire PD-PS të nisin dialogun, jep alarmin për dekriminalizimin. Ku po shkon kjo Shqipëri e mbetur pas një rregull dhe pa institucione? Visarion Gjuvani, kryepeshkopi i parë i Kishës Ortodokse Shqiptare. Telegraf, kërcënohet jeta e Bashës, plani për destabilizim. Kazanët që ushqejnë pushtetin e rilindjes. Blerja e aksioneve, pastrimi parave, prokuroria e kërkon gjykatës bllokimin e pasurive të deputetit socialist Alfred Peza. Takimi socialistëve, Rama vlerëson forcën e të rinjve dhe falenderon Velien që riktheu Tiranës sheshin. Alarmi i ambasadës së SBA-s, Shqipëria është rrezikuar nga sulme terroriste gjatë festës së Pashkve në fundjavën që po afron. Kryetari i LSI-s Ilir Meta, paqja sociale fillon tek familja dhe pastaj në shoqëri e kudo. LSI dhe shanset për gratë, shoqata e ushtarakëve të bashkuar, pensionet e ushtarakëve, të gjitha arsyet pse vendimi unifikues i gjykatës lartë është në kundërshtim me kushtetutën. 55, Rama mbush me frikën e tij socialistët. Basha në Mans, 30 km larg Tiranës, 100 ton kanabis i magazinuar. Denoncimi, qeveria Rama po përdor gjimnazet e Tiranës për fushatë elektorale. Letra të shkarkohet drejtori për Ballkanin në BE, bëri diversion pranë opozitës shqiptare. Paralajmërimi i OSBE-s, zgjedhjet do të ndikojnë nga paratë e krimit. Skandali, KLSH, policia 1.4 milion euro dëm buxhetit të shtetit me kamerat e trupit, 7 zyrtarë në netim. Edvini po shpejton projektin e diktaturës, a do ta lejojmë? Revolt në Kosovë, ata që i ngrenë për mendore Fadil Hoxhës ta dinë se komunizmi është krim. Reforma në drejtësi shembet në Strasburg, gjithë ekspertët e lartë e Edvinit rrëzohen si të padenj. RD, 120 ton të tjera drog, 2 magazinat në Mans dhe Ishëm ruhen nga Çullai. Vjedhja 1.5 milion euro nisin hetimet për Tahirin, çadra e të vërtetave. Rama non grata në gjykatën e Strasburgut. Rama do të largohet, nuk ka zgjedhje më 18 qershor. Përballje dhëm për dhëm me regjimin. Nxënësit nxirren me dhunë në antimitingun e Ramës, prokuroria sekuestroi 1.2 milion eurove të Fred Pezës, OSBE krimi tek zgjedhjet, populli mbështet opozitën, paralajmërohet blerja masive e votave dhe minimi i zgjedhjeve. Integrimi me gratë dhe vajzat e njësisë 7, Ilir Meta, LSI e bindur se kur i jepet shansi një gruaje, i jepet shansi të gjithë familjes. Klajda Gjosha, qindra gratë dhe vajza i bashkohen çdo ditë LSI-s për kauzën e Shqipërisë europiane. Prokurimet publike, luftë korrupsionit dhe rritje transparencës, përse LSI duhet kaq shumë Shqipërisë. Sokol Dervisha i puna në rrugën Tiranë-Elbasan me ritme të larta përfundon brenda vitit. Petrit Gjoni, projekti shërbimeve mjedisore ndihmë për zonat e prekura nga erozioni. Nimet Musai, ndërtimi i landfillit të mbetjeve, kërkojmë transparencë në interes të qytetarëve. Nora Male, me të rinjt në Shkodër, programi ynë garanton sistem arsimor gjithëpërfshirës. Panorama Sport, gabimet e arbitrave ja klubet e favorizuara, Laçi dhe Kuksi më të përkëdhelurit në kampionat, luftëtari Partizani dhe Tirana ekipet më të penalizuara. Dosja Muzaka ja prapaskenat në arbitrazh, falimenti drejtuesit e Vllaznis ja e vërteta, disiplina flamurtari 2 ndeshje pa tifoz. Mbrojtësi 100 golet e Ronaldos, hysa është fenomenal. Zyrtare Lamtomir Berlusconi, Milan jeshtë i kinezëve, Liga e Europës, kaos në Francë, United ngec me Anderlechtin. Post Bayern Real, Neuer provokon crossin, fitojmë në Madrid, Juventus rinovon Dybala, do përfitoj sa Higuaini. Nesër ndeshja Pioli, derbi është jetik, triumfon Interi. Sport Express, Partizani ftes Bakajt, pra i thuajse një dekadë larg klubit që e formoi, Elis Bakaj tani mund të rikthehet dhe klubi i kuq do jo vetëm për Kupat e Europës. Kombëtarja pak alternativa në mbrojtje, Debiazi mendon për Balliun. Berlusconi shet Milanin, vjen dita e shumë pritur, djalli zyrtarisht kinez. Mavra e polemika Boshe, Shqipërinë kam në zemër, mbrojtësi kuqezis sqaron deklaratën për Gjermaninë. Jam rritur aty dhe jam mirënjohës, por kjo nuk do të thotë që fjalët e mia të priten me negativitet. Superiore, falimentimi, Vllaznia, bashkia do të shlyejë borxhet në tatime. Kuksi 3 fitore ndaj Teutës, por nëse nuk vjen e katërta, Skënderbeu nuk ka pagesë kundër Korabit, luhet pa tifoz. Tirana, Hoxhallari Adel drejt formacionit edhe Karabeci. Flamurtari 2 ndeshje pa tifoz, Çipi gjyqtar të paaft. Europa League, United mjaftohet me pak, shkëlqen Ajaxin ndaj Schalkes. Juventus pas triumfit në Champions vjen rinovimi i Dybalas.